Ditë të nesme bëm një date te pizzeria. I tregova bllokun, sa bukur është. Ke çunë vllok. Po bllok për ku ta çosha. Iku të nesme se ishte bileta për t'ikë, e kupton? Domethënë, mas dasmës do rinte 2 ditë. Ishte era 2 që erdhin ver. Jo, kjo po flasim kur ishte dasma. Dasma, të nesme u takum, i tregova bllokun. Pas nesër iku. Iku, erdi prapë në ver. Iku, erdi jo në ver, erdi në shtator. Shtator. Shtator ka qenë. Sa që ka bërë ca kohë? Po, ne flisim 3 muaj të verës, kemi folë në telefon, po kështu, dapa, nuk më lëshon të gjallë, ke prasysh. E po tashi. Më intereson të dhe mu, se unë nuk e se s'doja, mbyllë telefonin dhe ik. Edhe erdi dhe në shtator, edhe iku, dhe tha tani do të ftoj unë të vishë Gjermani. Edhe unë shkova për Krishtlindje. Në Gjermani, për Krishtlindje, për vitëri, aty është ngjizur vajza, në këtë moment. Po. No way. Po. Do me thënë, se po ta llogarisësh, fiks Gjeta ti pëzoj, si këmë. So jeni taku 4 herë dhe... Është historia. Janar, shkurt, mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, shtator, 9 muaj. Me 3 shtator, ka lind goca. Qartë. Ajo ka ardhur në Dhe shkurt. pastaj çfarë ti u vendosë në Gjermani, nuk u ktheve më? Kur lindi goca. Okej. Kur lindi goca. Po pse nuk vendosë për shumë djetonit në Shqipëri, duke qenë se ti edhe karrierën e kishe këtu? E para punës karriera akoma nuk ishte në atë sistemin më të mirë të vetit. Ajo kishte punën atje. Si të lej punën. Qa vite është flasin? Do të thënë ajo sjell më shumë të ardhurë se ti, do të Jemi taku, 2012 ka lind goca. Ajo ka një punë më të mirë se ti. Këtë fjalë nuk kupton. Tani, në moment. Atëherë. Po e kishte se unë pa punë isha. Okej. Ajo kishte i punë, isha pa punë. Okej. Nuk ka qenë viti më i miri imi në E marr vesh. gjërat personale. Okej, po të paktën e përmbushur kështu nga ana shpirtërore dhe familjare. Do shta më bëri edhe më mirë ajo pjesa kur takova me atë. Bravo. Sepse u përfshira më shumë, se duke qenë se Robi kur është keq diku, gjen